dhe ju të kërkoni partner. E nuk mundesh ne me marrë atje ky ka 1, ka 2, ka 3 se një partner bashkë. Pra ju vlerësoni se nuk është e drejtë, ndoshta as e ndershme që krahasoni me Guxo dhe me alternativë. Jo, s'jam të thonë ndershme në rregull, krahasim, por nëse kisha bën po them. Ta çka vetë partneriteti. Siçani. Në rregull. Cili kolekt për shembull. Cili synimi, se në politikë çka matematikë është. Objektivi qëllimi. Për me arrit objektivin që të ka besu qytetari me 48 vota. Duhet me pas aftësi edhe shti me thonë ose fokus vazhdimisht me shku atje për me realizu programin tonë. Gjithë të tjerët, rreth teje, duhet me punu fort veç një objektiv me arrit. Kosova ka votuar kandidat për kryeministër zotin Kurti më shumë se çdo kënd tjetër. Dhe Kosova, që e Kosovë 48% e pret zotin Kurti me qenë kryeministër 48 deputet, 42%. Legjitim. Dhe nëse ju arritni atë objektiv me një qeverisit mirë, ju e keni përmbush obligimin dhe qytetari, e vullnetin e qytetari. Dhe tash, nëse nuk të mjaftojnë numër, ju duhet me gjithë partner për me arrit atë objektiv. Natyrisht, partneritetet, pastaj, kur të kërkon partner, në situata që i, duhet me ndërtu marrëveshje politike. Marrëveshjet politike nuk janë të lehta edhe asnjëherë si bin kërkuj tamam. Pra ndaj po kthejnë edhe në fillim. Ne fillim apo i do votat e më sfutu më të tje. Çka ndodhi gjatë vikendit? Ju thatë se e parasiti zoti Kurti se po ma nxën ditën, por ju thatë që kam menduar se ju po ju nxën ditën duke e lënë në fund të afatit kushtetues, pra pas më ditëshin e mandatarit, dhe madje ju takuat, folet, komunikuat edhe të dielën. Ju më nëjna kon presion edhe publik. Nuk në keni thonë ju tonë, s'na keni krysyt e thonë këta që s'votën nisma shkoj. Nisma ka me votu ditën e fundit se s'ka ku shkon. Nisma s'ka ku shkon. Dashtë me kalëzu mërë burë për na ime në vend tërë, që s'kem ku shkojnë për së ndrojmë qëndrime, as nuk shantaj. Kryu një farë ndjenje, që këtë ka zot ditë, api gjithve, jo veç për aty. Po dashtë me të regu që në politikë, për mu është që ka pjesat që ka bo dhe i tani. A foljet me Kurtin të shtunën të dielën? Jo, s'kam folë të shtunën. Jo. Kur keni folë? Shqeni, prej zgjedhjes Dimalbashës, ne asë njerë asë kemi folë, asë jemi taku. Nga Dimalbasha asë keni folë, asë jeni taku? Jo. Asë keni komuniku në ndonjë mënyrë? Jo, qëndrimin tem për Dimalbashën, e kom këtu, e kam të qartë, edhe herë, jo, kur gjë privat me tonë se në respekt e familjes, se së është mirë me përdora në një vazhdimisht, arsyet janë krejt politike. Jo, ju e përsëritët asë një post. As një post për Dimalbashën, as kryetar kuvendi, as ministër, nuk është e mjaftueshme. Kemi këtu edhe kabinetin qeveritar. Nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme me për kryetarit kuvendi ministër. Ta ku më thonë. Adriatik. Nuk mjafton. Dimalbasha nuk mjafton me... Jo, aj nuk duhet me pas as një post publik, edhe as një rrugë publike. A ju duk ju që duke propozuar për ministër u hapë rruga që ndërshta t'ju... Pa mjaftueshme. T'ju grish ju që... Ndërimi jem ka thonë, ka qenë, është e pa mjaftueshme. A ja keni thënë? Po, është e pa mjaftueshme. Ky njeri nuk do të me pas asë një post publik. Po e lëni, a keni komunikuar ose jo të shtunën dhe dielën? Dielën, po. Dielën keni komunikuar? Jo, dielën dhe ma dielën. Deri të shtunën fare s'keni pas kontakt. Nga Dimalbasha, votimi... Deri në dielën. Pra e ka pritur deri në orët të fundit? Deri në dielën, mas që më shku në salë, parlamenti keni të shkatë gazetarët e ju, si dhe mas ju e keni qëndresa i regatit të në gjërave atje. Ju më fut në salë, mas që më fut në salë, më ka ardhë, do që ka një porosi që të lajmin për Dimalin. Të më dhe njerë, po thëni, nuk ka pasur që nga votimi Dimalbashës për kryetar kuvendit, as një komunikim dërmjet jush dhe zotit Kurti, dhe ka ndodhë komunikimi në minutat e fundit, deri sa keni hyrë në salë kuvendit për të votuar Severin Kurti 3, atëherë ju ka kontaktuar dhe keni diskutuar si t'ja bëjmë. Për me qenë lëma konkret, 10-7 minuta e më fut në salën e... 10-7 minuta e një fut në salën. Po, dhe më dalë në bifeti, di mrapa tja është. Po. Dhe më thëmë, mas që asaj kohë, kemi komunikuar. është pa që një përpjekje. 10 ora ka qenë para parë seanca kuvendit, 10 e 7, pasi që është vlerësuar se po fillon seanca kuvendit,
ju ka kontaktuar? Ishte dhe një përpjekje, sigurisht për të para, mos kemi ndryshu në sen qëndrim apo jo. Çka ju tha? Po da, kemi ndryshu me votu qeverim, thonë që jo. Jo se, a kompliku puna me kompliku gjërat mas sigur pastaj. Dhe ju përmendi se është i gatshëm bëj lëvizje me Dim Albashën? Ma dha informacionin për... Ju dha informacion? Po, që po e bëjnë që ta nëse e kemi edhe votat e juja. Çka ju tha konkretisht? Se jemi duke folur live, se po e leni pak, ma dha informacionin, çka ju tha? Ma dha informacionin që po e di që e ki pas vështirë dhe për Dimolin, po e largojmë Dimolin nga kryetari i Kuvendit. Tha po e largojmë Dimolin. Dhe po qaj mini.